Nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet në Kosovë, procesin zgjedhor, a do të zgjerin fitues apo jo, për të diskutuar atë që pritet të ndodh një ditë pas zgjedhjeve, a do të kemi zgjidhje të krizës nga këto zgjedhje apo jo, a do të shkojnë në një tjetër palë zgjedhje, që duket sikur janë bërë të zakonshme tashmë në Kosovë. Do të flasim për gjithçka me zotin Adem Saliaj, ish zëvendës kryeministër, ish deputet i LDK-s, kryetar komune, me mjaft poste dhe pozite të tjera që kanë mbajtur një nga njerëzit më të afërt, po të më thënë më i afërti dhe i presidentit, Rugova. Zotin Saliaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje edhe për ju. Zoti Saliaj, Vjosa Osmani u kthye pa do ta kthej rrugovizmin. Edhe rrugovistët. Shikoni, LDK-ja pas kthimit zonjës Osmani proklamoi një bashkim të madh, themi, të së djathtës, që nën kuptonte që vetë Vjosa dhe Lumiri do të krijonin një bashkim të madh dhe LDK-ja do të forcojë deri në një mos caktuar sa do të delte si faktor ndoshta i dyti në Kosovë, pra pas vetëvendosjes, kështu ishin ambicjet. Tash pas këtij bashkimit, themi, nuk do ta quaja i madh sepse nuk ndodhi ndonjë bashkim i madh, por ndodhi një bashkim i konsiderueshëm, sepse përveç Vjosës dhe 20 personave që shkuan aty, cilët nuk ishin fort as rrugovist as LDK-ist, nuk ka një numër të madh të strukturave ose i strukturat LDK-s të rrugovistëve të vjetër që janë rikthyer në lista ose në pozita të caktuara e tjera, pra nuk u bën një bashkim i vërtet i madh, por një bashkim simbolik i Vjosës me Lumir Abdigjikun, që mendoj se megjithatë do ta forcoj pak LDK-n, pra do të ketë një rritje të caktuar. Në Kosovë momentalisht nuk publikohen, nuk e di dhe arsyen pse nuk publikohen shumë sondazhe që ta tregojnë fuqinë politike të partive politike. Pra, është ju besoni që do ta arrijë vendin e dytë apo prap është e pamjaftueshme për vendin e dytë? Unë mendoj se ka shanse që të arrijë vendin e dytë, edhe për një arsye të dytë, themi, jo vetëm që vetëvendosja mund të bjerë pak dhe të forcohet LDK-ja, sepse këtu kemi një matematik, pra nëse LDK-ja do të rritej, për atë sa rritej LDK-ja do të binte vetëvendosja, sepse janë ata deputet që janë, pra nuk mund të shtohet numri i tyre, por megjithatë unë mendoj që PDK është në këtë fushat mjaft e zbet, pra nuk e ka një fuqi politike dhe ka rrezik të bie pak. Ajo e ka ruajtur elektoratin e vet në gjitha zgjedhjet, pra nuk ka lëvizur nga ajo përqindja aty. Gjithmonë kemi lëvizje o drejt vetëvendosjes o kthim në LDK. Edhe normalisht dy, mund ta themi, qurbanat më të mëdhej, Limaj dhe ndoshta Haradina e këtë radhë kanë qenë të kurtit. Po të themi që PDK-ja në zgjedhjet e fundit, pra në dhjetor, pati një rënje të vogël, dhe unë mendoj se trendi, pra tendenca është e rënjes më të tjeshme, sepse shihet edhe nga fushata që nuk ka një forcë politike të madhe që t'i mobilizojë njerëzit. Megjithatë ajo mund të jetë aty ku është, eventualisht në një rënje shumë të vogël, por LDK-ja mund të ketë një ngritje të konsiderueshme me Vjosën, pra LDK-ja kishte 13%, me Vjosën mund t'i arrijë ndoshta 17-18-20%, t'i ketë 22-23 deputet dhe eventualisht të dalë para PDK-s, pra të bëhet forca e dytë politike në Kosovë, që do të ishte një sukses vërtet i madh i LDK-s. Zoti Saliaj, nga kush e shpritur më mirë Vjosa Osmani në këtë kthim? Nga kupola apo nga baza? Edhe ku nuk është pritur më mirë? Unë mendoj se baza e ka pritur shumë më mirë se sa kryesia e LDK-s. Në kryesinë të LDK-s kishte një ndarje të themi pro dhe kundër, pra një pjesë jo shumë e vogël e kryesisë LDK-s dhe degëve nuk ishin të kënaqur me kthimin e Vjosës, për arsyen e thjeshtë se ajo kishte lëvizur andej këndej, pra e kishte praktiksuar LDK-n, tash u rikthye
ndoshta për arsye më shumë personale se parimore, pra nuk u nominua për presidente, ambicia e saj ishte që nominohej dhe shpresa e saj në rastin e kthimit